Shenjtorët e Shqipërisë, një podcast në Shqip, ku do të njohim kush janë shenjtorët e ditëve të mëvonshme në Shqipëri e kudo në botë. Në këtë podcast do të kemi bashkë bisedime me të ftuar, ku do t'i përgjigjemi pyetjes: çfarë do të thotë për ty të jesh një shenjtor i ditëve të mëvonshme? Unë jam Gjoni Myrtaj. Dhe unë jam Enida Rama Alushaj. Mirë se erdhët. Le të fillojmë. Përshëndetje miq të dashur, mirë se keni ardhur në podcastin Shenjtorët e Shqipërisë, një podcast në Shqip ku do të njohim kush janë shenjtorët e ditëve të mëvonshme në Shqipëri e kudo në botë. Jemi tani në episodin tonë të 54. Unë jam drejtuesi i këtij emisioni Gjoni Myrtaj, dhe jam këtu së bashku me bashkëdrejtuesen Enida Rama Alushaj. Përshëndetje Enida. Përshëndetje Gjoni, përshëndetje të gjithë ju miq që na ndiqni. Jemi në një tjetër episod. Jam gjithmonë shumë e lumtur kur ne kemi një episod të ri dhe një të ftuar të ri. Besoj do jetë një episod shumë i bukur edhe ky, edhe ne duam t'ju falenderojmë si gjithmonë për mbështetjen që keni ndaj nesh edhe ndaj këtij podcasti. Ne i lutem shumë që të vazhdoni të dëgjoni këto materiale dhe t'i ndani ato me miqtë tuaj. Po, shumë e vërtet, jemi shumë i njohës për mbështetjen tuaj. Mos harroni që ne gjithashtu po kërkojmë për anëtar të rinj të skuadrës tonë për të na mbështetur në këtë kauzë. Kështu që nëse ju jeni të interesuar për të marrë pjesë në podcast dhe për të dhënë kontributin tuaj, jeni shumë të mirëpritur dhe presim që ju të na kontaktoni në emailin tonë, por gjithashtu edhe në rrjetet sociale. Mirë, pa mbërkohën Enida, unë jam shumë interesuar të di kush është e ftuara jonë e radhës. A mund të na bësh prezantimin? Po patjetër, me kënaqësi. E ftuara jonë e radhës është Naime Selfa, ajo është 85 vjeç, ka lindur në Skrapar, por që prej moshës 5 vjeçare jeton në Tiranë. Ka 6 fëmijë dhe 11 prej mbesa. Naime ka studiuar në shkollën e mesme të Politeknikut në Tiranë si tornitore, profesion të cilin më pas edhe e ka ushtruar. Në kohën e saj të lirë, ajo kujdeset për familjen e saj si dhe për të moshuarit, gjë të cilën ajo e bën me shumë kënaqësi. Naime është bashkuar me kishën e Jezëkrishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme në vitin 2012. Vit në cilin ajo edhe është pagzuar gjithashtu dhe ka shërbyer një mision me kohë të pjesshme në vitin 2018-2019. Naime, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Shumë faleminderit që pranove ftesën tonë. Jemi shumë të emocionuar dhe mezi po presim që të dëgjojmë edhe nga ty historinë tënde dhe rrugëtimin e besimit tënd. Pa mbërkohën, unë doja që të pyesja Naime në lidhje me fëmijërinë tënde. Siç e dëgjuam në biografi, ti ke lindur në Skrapar. Unë di pak për Skraparin. E di që ndodhet afër Beratit, edhe ka një gjë shumë të veçantë sepse shumë afër me malin e Tomorit, i cili konsiderohet që nga malet më të larta në Shqipëri. Kështu që na thuaj ti me fjalët e tua si ka qenë fëmijëria jote atje. Fëmijëria ime atje ka qenë shumë i bukur. Mbaj shumë pak mend, sepse 5 vjeç ne kemi më përpara ne kemi lëvizur nga Skrapari për në Pogradec. Nga Pogradeci pastaj kemi ardhur në Tiranë, sepse babai im ka qenë ushtarak. Por mbaj mend që ose më mirë më kanë treguar që kanë pasur një xhaxha i vogël imi, edhe ai më mbante gjithmonë me vete, e merrte djepen me vete dhe më mbante atje ku punonte. Kjo më shfiksua shumë në kujtesë. Mbaj mend që kemi bërë një udhtim, po nuk e mbaj mend mirë tamam moshën, rreth 6-7 vjeç mund kem qenë nga fshati mamas time, që është në Korç dhe quhet Mazërrek, dhe kemi bërë udhtimin me mushka për në Skrapar. Dhe atë e mbaj mend gjithkohën dhe ja munduar që ja u kam treguar dhe fëmijëve ose kush më ka pyetur, dhe mbaj mend ato pushimet që kemi bërë në për livadhe, që kemi ngrënë ushqim, dhe më e rëndësishme ja mbaj mend në momentin që kemi arritur në Skrapar, ka qenë vap, ka qenë korrik, dhe ajo era aroma e grurit të sapo korrur dhe çdo derë që na shikonte, ne po vinim nga udhtimi, na hapej dhe na ofronte diçka për të pirë ose për të ngrënë. Ja, po më shumë për të pirë nga që ishte shumë vap. Dhe ky është një moment që unë nuk e kam harruar asnjëherë. Sa duket pas ke pasur eksperjenca shumë të bukura në këtë vend,
eksperienca që ndoshta nuk i gjejmë dot në qytet. Dhe më bëhet shefi që keni kaluar sa më bukur aty. Po çfarë mund të na thuash për familjen tënde? Sa motra e vëllezërit që ju? Ne jemi ishim 6 fëmijë, 4 vajza dhe 2 djem. Unë jam fëmija e dytë, kam pasur një vëlla më të madh, pastaj jam unë, pastaj është një motër, pastaj një vëlla, pastaj një motër tjetër. Po 2 vëllezërit fatkeqësisht kanë ndruar jetë që të dy. Dhe kemi ngelur ne 4 motra. 3 motra jemi këtu në Tiranë, që bëhemi shumë me njëra tjetrën, dhe një motër e kemi në Amerikë. Atë të voglën e kemi në Amerikë. Sa mirë. Më bëhet shefi që jeni afër me njëra tjetrin, sepse kjo ka shumë vlerë. Që të keni familjen së bashku, por ti gjithashtu ke një familje tepër të madhe, mund të thoshja, sepse ke 6 fëmijë edhe 11 nipër e mbesa, është gjë shumë e bukur kjo. Kuptoj. Dhe si është të kesh një familje kaq të madhe? Çfarë ke? Në fakt, të rritesh në një familje të madhe është e mrekullueshme. Unë kam pasur 2 prindër vërtet të mrekullueshëm, 2 prindër që janë munduar në të gjitha mënyrat për ta shkolluar, për ta edukuar, për të na mësuar, jepnin shembullin e tyre më shumë. Maman e kemi pasur pak të egër, faktikisht nuk ishte faj se 6 fëmijë nuk është e lehtë për t'i rritur, por babai nuk ishte nevojë as na qortonte, vetëm po të na shikonte në sy, ne e merrnim vesh që kishim gabuar. Por janë përpjekur në të gjitha mënyrat që ne të na rritin siç duhet. Dhe të rritesh me prindër të mirë dhe në familje të madhe, nuk është e lehtë për të pasur një familje të madhe, siç e kisha unë, por edhe unë jam munduar që të ndjek shembullin e atyre. Punën e kam pasur të vështirë, se të punosh mekanike dhe me turne është vërtet e vështirë, por e kam pasur shumë qejf. Jam munduar dhe unë që fëmijët e mi të mund të shkolloheshin, të mund të edukoheshin, dhe shumë nga fëmijët e mi janë bërë pothuajse unë identik me edukatën, me punët në shtëpi, me gjithçka. Në të drejtën unë tashti e kuptoj, por e kam pasur ndihmën e Zotit gjithmonë. Kam shumë raste që më kujtohen, kur kam pasur ndonjë problem ose ndonjë siklet, dilja diku që s'më dëgjonte njeri dhe bashkëbisedoja me Zotin, ngreja syt lart dhe vetëm flisja, edhe më vor të nesërmen, mua gjithçka që kisha kërkuar ose isha lutur, më është realizuar dhe më është dhënë ndihmë. Ose raste të tjera, për shembull, kur kisha fëmijë të smur me temperaturë, sidomos ta 2 të vegjëlit kanë qenë një çik më problematik, dhe i merja me vete në krevat, i fusja kështu në gjy, me temperaturë të lartë, dhe të nesme në mëngjes ata gdhieshin sikur s'kishin asnjë gjë. Duket sikur Zoti ka qenë gjithmonë me ty dhe ke pasur gjithmonë besim. Gjithmonë jo duket, po gjithmonë ka qenë me mua. Është e vërtetë. Edhe kur njerëzit nuk besojnë, Zoti prap kujdeset për ne. Edhe më pëlqen shumë që ke pasur një familje të madhe dhe që vetë ke pasur 6 fëmijë, duket shumë e mrekullueshme. Po na trego pak sa vjeç ishe kur njohë me kishën, si ishte ai takimi me misionarët, trokitën te dera apo i gjete ti? Me kishën unë jam njohur në vitin, isha rreth si kisha bërë 62 vjeç. Jo, aty kur rrugica që hyja unë për ke shtëpia ime, që tani është prishur, kishin vënë një tabelë për anglisht. Edhe unë po përgatitesha do ikja në Amerikë. E kisha lexuar disa herë atë tabelën, i kisha parë misionar, por nuk kisha ashtu interes. Edhe një ditë kalova, nuk e di se nga isha dhe po kthehesha për në shtëpi dhe thash, po pse s'vet edhe unë një herë ti pyes të shoh, unë a do ikja në Amerikë, sa di unë anglisht, shumë pak di. Edhe kështu u lidha. Pastaj vajtja në kish ishte sikur ishte porositur tamam që unë mund të isha në kish. Ndjeva një qetësi, ndjeva një mirësi, më pëlqeu shumë mënyra që filloi mësimi me lutje dhe mësimi mbaronte prapë me lutje. Misionarët ishin të mrekullueshëm ashtu siç janë,
Ishte shumë të mirë që atëherë, edhe pata dhe ndihmën e motrave që vinin her mbas here, nga që motrat misionare mundoheshin filluan të jepnin mësimet, po për mua ishte një çike vështirë, sepse jo se s'm pëlqeu kisha ose s'm pëlqeu kjo, por nga që isha e besimit Bektashi, dhe emri im ishte marrë në teqe, pra nuk e di, dikush e di apo se di, pra sekti Bektashi është musliman, po është si sekt, dhe teqe është një vend ku njerëzit shkojnë luten edhe bëjnë ndezin qyri. Me fjalë dhe unë shumë pak isha dëgjuar dhe as nuk e dija që emri im ishte marrë në teqe, por na ishte mësuar diçka nga besimi, me fjalë, dhe edhe pse ishte të ndaluar, mund të bënim diçka fshehur aty në kohën kur nuk na lejohej. Dhe pastaj unë më pëlqeu, dhe kur motrat e panë që unë i mora mësimet mirë dhe isha e përgatitur, dhe më ftuan për të pagzuar. Unë atë kohë, jo se nuk desha, por thosha 62 vjeç unë do pagzohem, se nuk e dija që vetëm në mëngjes, kur ishin të vegjël, pagzohen fëmijët. Megjithatë, tash unë do flas një për mamën time, sepse ajo më ka mësuar për këtë dhe unë nuk e di tash që unë pagzohem. Dhe basi vajta që të fola me mamën time, dhe ajo për një herë, jo tha në asnjë mënyrë, ta ti nuk mund të ndrosh fe, se emri jot është marrë në teqe. Si është marrë në teqe, thash unë, dhe ajo pastaj ma shpjegoi. A mund t'ja u them? Po. Papa im ishte me shërbim, se nga që ishte ushtarak dhe lëvizte shpejt. Vllai im, që është para meje, ishte i vogël, si kishte bërë dhe ai akoma 2 vjeç. Edhe kisha lindur unë. Dhe mamaja ime ishte nusja e fundit e shtëpisë. Pra atje ishin familje shumë e madhe, 39 veta, dhe ku kërvajtur mamaja ime janë bërë 40. Dhe po thuaj shumë punë i binin mbi mamën time, dhe kishte ngelur, dhe nga që dhe babais ishte, kisha ngelur pa emër. Edhe asaj brente si duket që si ka ngelur kjo vajzë pa emër, për të folur nuk mund t'i thoshte dot njeriu. Edhe një natë në ëndër i del një zotëri. Mamaja thotë që ishte veshur shumë bukur dhe ishte një njeri shumë i përsosur. Dhe ai më thotë që pse e ke lënë vajzën pa emër. Dhe mamaja ime ngriti supet, edhe i thotë nuk e di. Miri, thotë ai, me që ti nuk e di, unë do të mësoj ty se si ti të shkosh ta marrësh emrin e vajzës tënde. Edhe kjo pret çfarë thotë, edhe ai thotë do të marrësh kutinë e duhanit, pra një kuti duhani që mbajnë duhan ka që pinë cigare, edhe të vjerrit të saj ose të gjyshit tim, dhe me atë kutinë ti do shkosh në teqe në Kuçov, edhe do thuash që jam nusja e djalit të filanit. Edhe kam ardhur të marr emrin e vajzës. Po si mund ta bëj unë këto, i thot ajo, unë nuk di. Dhe në atë kohë zotria i largohet, nuk i jep mas një lloj përgjigje. Dhe kjo sigurisht që nuk ishte vjetur, se kështu thotë që ku ishte mundur që të më zinte mua gjumi, se kush ishte ky që më erdhi dhe mu largua kështu. Edhe i thashun, po ç'a bëre ti pastaj? E ç'a të bëja, tha, unë ngrita herët. Fillova të bëja në një punë, tha nuk bëja dot asnjë punë, dhe fillova të qaja. Në kohën që unë fillova të qaja, ngrihet vjerri im, edhe më afrohet, pse qan? Unë nuk i flisja, pse qani, thot, kush ka, po dhe mundohet ai të shkoj të zgjoj bashkëshorten e tij ose gjyshen time, që ajo të ka folur ose kush të ka folur, jo, i thot, ajo s'm ka folur asnjëri. Çfarë ke atëre ti shkoj mendja e re, bashkëshortin se ka me 2 fëmijë të vegjël fare. Edhe kjo i thot, në Kashërim, i thot, unë kam parë një ëndër. Po ç'a ëndër, i thot ai? Edhe ja shpjegon kjo, ja thot ëndrën. I thot, mos qaj, po ma thuaj tamam se s'po të marr vesh asnjë fjalë. Edhe ajo ja thot, ja shpjegon ëndrën, dhe ky vërtet me të madhe. Si qani, thot, ti merr këngë këndohit valli, thot, se ty të ka ardhur Zoti, dhe emrin po ta jep në një vend të shenjtë. Po ajo e re, ku kupton, 20 vjeç si kishte bërë kur ka lindur mua. Edhe miri, thot ai, mirë, edhe vërtet ai
zgjon ata të tjera dhe i thotë më bëni gati mushkën edhe një dash. Edhe në merë mua dhe maman në mushk, dashin edhe ikim në atje. Atje dhe atje e ka marrë emrin mamaja me fjalë në Teqe. Dhe emri im në hebraisht më kanë thënë që do të thotë bereqet. Pas ke një histori shumë bukur të emrit, ka shumë njerëz që nuk e din nga kanë përardhur në emrin, kështu që ti e bekuar që e di. Kur i thash edhe unë shumë vonë e mësova, kur i thash mamas time, pastaj që unë dua të pagzohem, ajo tha në asnjë mënyrë, si mundesh ti e ke marrë emrin në këtë vend që unë sapo të thash. Tash edhe unë ngela një çik shumë, megjithatë fola në motrat misionare dhe ato më thanë lutu. Edhe unë fillova të lutesha, se të mua kishte filluar të më pëlqente, kishte filluar të më ngacmonte. Edhe fillova të lutesha dhe duke u lutur, nuk shkoj shumë, më pak se një javë duke u lutur dhe më erdhi një së më tha që vazhdo se je në rrugë të drejtë. Për momentin nuk kuptova se ishte hera e parë që dëgjoja një zë. Edhe thash, wow, aty pastaj e mblodha dhe thash faleminderit o Zot. Kjo do jetë ajo që unë pres. Që kaq dia. Dhe pastaj fola me motrat misionare dhe ato më thanë po, kjo është përgjigje atij që ti ke kërkuar. Edhe pastaj vajta te Omaja dhe i thash, Omaj, thash unë të erdha prapë, unë do pagzohem. Po çfarë të mund ty tha ajo? I thash unë unë jam lutur gjithë këtë kohë që nga dita që të kam thënë ty, se kështu më kanë mësuar misionare dhe jam lutur dhe zëri i Zotit më erdhi dhe më tha vazhdo si je në rrugë të drejtë. Ajo për momentin shtangu dhe tha, po unë s'mund të dal përpara Zotit, ai pas ka thënë vetë. Dhe kështu ishte pagëzimi im. Në fakt, dita e pagëzimit ka qenë ditë shumë e mrekullueshme, nuk jam penduar asnjëherë, por përkundrazi falenderoj Zotin për mundësinë që më është dhënë, megjithëse me vonesë, por jam shumë mirënjohëse. Nuk e mbaj mend se çfarë dëshmie kam dhënë, po mbaj mend që një motër po vinte kishte për të bërë pastrimin e kishës, atje ke lagjet e kishat e Myslim Shyri, po bën pagëzime. Tha pas ka pasur pagëzim këtu, tha. Po dal ta shoh kush që nga pagëzuar, se në fakt ishte shumë njerëz, edhe tha, mos e diskutoni se kjo që nga pagëzuar, dhe bëri kështu me shenjë se kjo shkëlqeka e tëra. Kështu që edhe ajo fjala që tha ajo më ngeli si kështu, me fjalë se duke pranuar Jezu Krishtin normalisht që diçka ndryshon. Dhe për mua falenderoj Zotin dhe jam shumë mirënjohëse që më pranoi në votën e tij dhe më ka dhënë këtë mundësi të mrekullueshme. Është vërtet mrekulli. Po pastaj, si doja dia faktikisht duke qenë se ke pas të sfidat, cili ka qenë përveç se ndjeve një konfirmim nga Zoti, cili ishte ai mësim që të pëlqeu apo që ishte një shtys që ti ta pranoje besimin? Në faktikisht kam pasur shumë, kam shkuar në kishë dhe para pagëzimit, pra çdo të diel, edhe para se të pagëzohesha, edhe më pëlqente ajo qetësia ose mirësia që kishte kisha, pavarësisht se dikush është kështu, po dikush është ashtu. Po kur ndjen një qetësi dhe ndjen një sfida probleme, unë kisha në atë kohë në shtëpi, por kur vija në kishë të gjitha i harroja. Pra ajo qetësia, ato 2-3 orë që rri atje në kishë ishin të mrekullueshme. Kështu që nuk kisha se kisha në një gjë, në një kundërshtim, por më ka pëlqyer, më ka ndihmuar shumë motra Arka Dede. Këtu jam në tempull. Na bëhet shumë qefi që ke patur një eksperiencë shumë të bukur në kishë. Çfarë mund të na thuash ndoshta për lagjen që ti je pagëzuar me antarët, si u ndjeve si një antar e re në lagjen? Me lagjen që jam pagëzuar, unë nuk kam vënë re se si janë njëri apo si janë tjetri, pavarësisht se kam pasur dhe që nuk më kanë trajtuar mirë, por unë gjithmonë kam thënë vetes që ti ke ardhur në kishë, ke marrë një emër në vend të shenjtë, kisha është e Jezu Krishtit dhe mundohet të mësosh ato që duhet dhe ato që të kanë mësuar. Pra, hes më shumë me ato që kanë mësuar.
Dhe lavdi Zotit deri tani nuk qahem. Kam mësuar shumë, ndoshta nuk mbaj mend shumë, por me të hapur diçka për një herë më kujtohet dhe kjo ka qenë ajo që në fillimet e para mua më zgjodhen si këshilltare në shoqanë të ndihmës, këshilltare e dytë, dhe ajo ka qenë një shtys akoma më e madhe. U mundova që t'i njoh të gjitha motrat, të kisha mundësi që t'i vizitoja të gjitha motrave në për të shtëpi, të mund t'i ndihmoja kur ishin në spitale ose në sëmura ose për aktivitet, ose dhe kjo ishte një shtys që mua më ndihmoi. Më ndihmoi shumë edhe ndihma me misionarët, duke shkuar me misionarët për kërkuesit. Pra, gjithë kohën nuk jam shkëputur asnjëherë. Ja, këtu jemi në Kish me motrat misionare. Jemi në një aktivitet. Motrat misionare gjithmonë, edhe motrat edhe djemt misionar, jam munduar kohët e fundit, i kam afruar më shumë në shtëpi se më është dhënë mundësia, edhe për mua është një kënaqësi shumë e madhe kur më vinë misionarët në shtëpi, edhe kur i ftoj për një vakt ushqimor, po edhe kur bëjmë vizita ose mësime, vjen një dritë, për mua vjen një dritë, më mbushet shtëpia plot, dhe fuqia e shpirtit është shumë e madhe. Kështu që unë jam munduar që gjithmonë të mund të bëj diçka, që edhe vetë të rritem shpirtërisht, edhe të tjerët të mund t'i ndihmoj. Unë jam pak kurios të di, kur ti ishe si një antare re, a kishe diçka që e gjete të lehtë për të përshtatur me kulturën që ti gjete në Kish? Po, e kisha të lehtë, sepse kur kam hapur në fillim librin e Mormonit, unë kur dëgjova që emrimi ishte marrë në TQ, fillova të studioja për atë sekt, fillova të lexoja Kur'anin dhe fillova të studioja, dhe shumë shpesh më vinte fryma e shenjtë, sepse unë mundoja të ndiqja rregullat të përpikta. Për shembull, muslimanët marrin abdes para se të lexojnë Kur'anin, ndërsa unë doja të isha sa më e pastër dhe bëja dush. Po të mos bëja dush, nuk e preja dot Kur'anin, e kisha shumë siklet. Dhe kur u lesha ta lexoja, sa filloja ta lexoja, për një herë ndjeja frymën e shenjtë, por nuk e dija që isha frymë e shenjtë, sepse me një herë më vinte ai ngërshërimi ose kisha diçka kështu. Dhe kur fillova të lexoja librin e Mormonit në fillim, tash po unë i di këto se i kam lexuar në Kur'an. Pra u përshtata shumë kollaj, dhe pastaj kur fillova të studioj tamam, Kur'ani ka tjera, ajo ka tjera, po kanë diçka të përbashkët që është Zoti. Po, shumë e vërtet. Shkrimet e shenjta janë tepër të nevojshme për rritjen tonë shpirtërore, edhe më bëhet qefi që ke patur të lehtë, si thua, për të përshtatur me kulturën e Kishës, me gjërat që ne bëjmë me Kish. Ti përmende që ti ke shërbyer në shoqatën e ndihmës, çfarë mund të na thuash për thirrjet që ne kemi në Kish? A ka qenë për ty të lehta për t'i bërë, edhe ke patur ndonjë sfidë duke bërë një nga thirrjet që ti ke pasur? Thirrja kur e merr, të duket e rëndë, të duket e vështirë. Por nëse ti po kushtohesh asaj thirrje, edhe punon për ta lartësuar atë thirrje, punon për të bërë atë që je thirrur, nuk është fare e vështirë. Nuk është e vështirë sepse Zoti është me ty dhe Zoti bën të pamundurën që ti të bësh përpjekjet që ti po bën që ai të realizojë. Unë nuk e kam pasur vështirë, unë po them që për një periudhë të gjatë, gati 6 vjeçare, që kam qenë këshilltare e dytë, të gjitha motrat e Kishës i kam vizituar, në përmbledhje, në aktivitete, gjithmonë kam qenë e pranishme, kështu që edhe unë vetë jam rritur shpirtërisht, edhe unë vetë kam mësuar shumë gjëra që ishin fillestare, kështu që asnjëherë nuk ka qenë e vështirë. Në fakt, kur mora thirrjen e fundit në Kunj, e pata pak të vështirë, më dukej sikur nuk isha e nivelit të duhur,
Por me lutje, sigurisht që vetëm me lutje dhe Zoti të udhëzon pastaj dhe të jep mundësinë që të bësh atë që duhet bërë. Pastaj unë gjithmonë e them që edhe pse nuk kemi ndoshta të përshtatshëm për në sytë tanë, Zoti atë që e thërret e kualifikon gjithmonë, kështu që Është vërtet. rëndësi ka ne t'i pranojmë thirrjet dhe t'jemi të gatshëm, se punën tjetër do ta bëj Zoti, padyshim. Unë e di, duke të njohur ty, e di që ty të pëlqen shumë të shërbesh tjerëve, edhe sidomos motrave po edhe vëllezërve në Ungjill. Cili është motivi për Naimen që vazhdon e shërben? Unë mundohem të bëj gjëra shpirtërore, që të kem frymën e shenjtë me vete, siç e shihni, siç e kam edhe tani. Pra, nëse unë do të kem shpirtin me vete, nuk më pengon asnjë gjë, dhe nuk mundem të mos e bëj një gjë që duhet bërë. Për shembull, kam shkuar në një familje, te familja Halili, nëse të kujtohet, në një familje në fillim me misionarët, më morën misionarët, ishte shumë larg shtëpia, po thash s'ka gjë do vi. Dhe ku kam shkuar atje, vetëm nga lutja, atje u mbush shtëpia me shpirtin e Zotit. Pra ishin njerëz të pastër, ishin njerëz të drejtë, ishin njerëz që e donin Zotin, por nuk dinin nga t'ja nisnin. Ata kishin dëgjuar, ai djali kishte pasur dhe një vëlla misionar, dhe unë thash me një vëlla misionar dhe ne kalëm këto jashtë kishe, dhe aty u përkushtova me mishe me shpirt derisa ata erdhën në kishë. Pavarësisht se çfarë ju ka ndodhur ose ata prap, unë akoma kam komunikim me këta. Pra, motivi im është kjo që përse mos t'ja japësh dikujt tjetër ato bekime që ti ke marrë, mos t'ja tregosh, mos ta mësosh, sepse pavarësisht sfidave, sado të vështira që mund t'jenë, kur je me Zotin pranë, gjithçka fashitet, gjithçka largohet, sepse Zoti gjithmonë sado barra të rënda që të kemi, ai prap na lehtëson nëse ne e kërkojmë ndihmën e tij. Po, shumë e vërtet. Dhe faleminderit që shërben gjithmonë. Ti ke pasur gjithashtu mundësi që të shërbesh edhe një mision, na trego pak nga eksperienca jote. Të them të drejtën, misioni im ishte gjëja më e bukur e jetës time. Jo se s'kam pasur gjëra të bukura, se gjërat të bukura janë. Këtu jemi në një aktivitet, ma kanë bërë surprizë për Krishtlindje, kemi shkuar në Santorini, një ishull që është shumë i bukur në Greqi. Misioni ka qenë pjesa më e bukur e jetës time, sepse të qenit në praninë të Zotit 24 orë në 24 orë, që shërbesh atij, është gjëja më e mrekullueshme që mund të ekzistojë kujt doje. Ditën e parë që kam shkuar, kur mbrita në Greqi, dhe persona që do më prisnin mua, është ky çift i parë këtu, dhe kjo është shoqja ime e misionit. Kishin vajtur në një vend tjetër të daljet, nëse unë isha gabim, fakt ata ishin në rregull. Dhe unë e ndodhur atje në Greqi, telefoni s'më punonte, gjuhën shumë pak e ndija, e kuptoja po s'dija të flisja si fjalë, dhe prita, vajti vonë, si të komunikoja, kaloi një zotri aty afër meje dhe i thash në anglisht për të më dhënë pak celularin, që të mund të komunikoja me, të paktën të merja vajzën në telefon ose dikë tjetër. Për momentin s'më kujtua, pastaj kur mora telefonin dorë, më kujtua presidenti Kunjit, presidenti Mema, edhe e mora atë në telefon. I thash, unë kam ardhur në Greqi, por nuk po vjen njeri të më marri. Ku jem, tha mua, i ma përcakto vendin ku jem. Edhe ja përcaktova unë, edhe i thash telefonin zotërisë që më dhuroi, i thash faleminderit, dhe pastaj i thash vetes time, po ti çdo këtu migru, i thash, ti greqisht di, ti anglisht di, qa do ti këtu, i thosha vetes time. Kur e kujtoj tani më vjen shumë për të qeshur, kur pas kaluan as 10 minuta dhe erdhën
ata dhe më gjeta, u përqafuam me dy shoqet që po kryen emisionin bashkë, por një përqafim që sikur kishim vite që ishim njoftur, edhe u takova dhe çiftin Bush, që ata do na udhëzonin neve për punën që do bënim. Dhe ishte darkë, shkuam në shtëpi, çuam valizën dhe pastaj dolëm për të ngrënë darkë. Pra, misioni është gjëja më e mrekullueshme që mund të bëj kushdo. Nuk ka rëndësi mosha, nuk ka rëndësi pagesa, të gjitha gjërat dhe mundësitë Zoti i hap dhe i tregon vetë. Unë kam shumë, po tjetë për misionin kam shumë gjërat mrekullueshme për të treguar që mua më ka ndodhur. Java e parë me shoqen time të misionit ishte e vështirë që të merreshim vesh me njëra tjetrën. Unë atë e kuptoja shumë mirë, por unë nuk dija ti përgjigjesha. Pra, e kisha shumë të keqe të folurën time në anglisht. Dhe ajo mërzit, po pastaj u bëm mike për kokë, edhe vazhdojmë akoma jemi mikesha. I vum rregull vetes tonë, ushqimin do ta hanim në shtëpi. Këto është një ditë çdo të mërkurë, unë e kisha ditën e gatimit. Dhe atë ditë ishte për të bërë pica. Ishte ditë shumë e veçantë, ishte ditë shumë e mrekullueshme. I bëja gjysmë gati që në shtëpi dhe pastaj kur shkoj që mos thonë se një orë ishte dhe mundohesha që t'ja u shpjegoja se çfarë do bënim dhe si do e bënim. Ishin nga kombe të ndryshme, flisnin gjuhë të ndryshme, po mundohesh anglisht flisnim, edhe ata vinin bënin kurs anglisht, frëngjisht ose greqisht, që ju pëlqente. Tash se mbaj mend se ku ta lash, ma kujto. Jo, po më pëlqeu që pas ke shijuar shumë misionin edhe që ke... Ja, e kam shijuar aq shumë misionin sepse ne bënim lutje çdo ditë dhe kishim ndarë kështu një ditë njëra që në mëngjes me shkrimet e shenjta, me lutjen, me mëngjesin dhe para se të niseshim për në punë, dhe një ditë e kishte tjetra. Dhe në darkë, po ashtu, pasi bënim lutjen, shkrimet e shenjta, çfarë kishim dhe ndaheshim në dhomë. Unë sa herë që futesha në dhomë do ulesha patjetër në gjunjë të bëja edhe një lutje tjetër. E para ishte falënderimi dhe mirënjohja për ditën që ne kishim kaluar, dhe pastaj lutesha për ndihmë për veten time, për të folur, për të bërë punën të nesmen ashtu siç duhet. Dhe fuqia e Zotit ka qenë kaq shumë e madhe sa unë nuk mundem ta shpjegoj. Pra, Zoti më ka ndihmuar, shumë herë më ka ngritur nga gjumi natën dhe më ka thënë lexo këtë shkrim të shenjtë, ose më ka thënë që kjo do bëhet kështu. Ndoshta janë gjëra që nuk tregohen, por janë gjëra që unë i kam përjetuar dhe janë të vërteta, nuk shtoj asnjë gjë. Dhe mbas kësaj, mbasi shpirtin e kisha shumë të fuqishëm, sa herë që do bënim një mbledhje ose sa herë që do kishim ose do shkonim në kish, lutja ishte gjithmonë që do ta bëja unë nga forca e shpirtit. Pra, kjo është që në qoftë se Zot bën gjërat e drejta, je njeri i drejtë, bën gjërat mira, përpiqesh për të bërë atë që Zoti ty të ka thirrur, pragjet e qiellit hapen dhe shpirti i Zotit është me ty për gjithçka dhe në gjithçka. Po, jam e sigurt që ti gjithmonë po flet për bekimet që ke ndjerë, sidomos gjatë misionit. S'ka qenë e vështirë, ndoshta për shkak të moshës, ndoshta për shkak të gjuhës, në të vështirësitë që linin mision, po unë do doja të dija më shumë për bekimet që ke ndjerë ti pas misionit, mbasi e mbarove misionin, si ka qenë? Bekimet mbas misionit për mua, e para një herë që ka qenë që unë mbas misionit në krye të javës unë shkova në Romë, se sa ishte hapur tempulli i Romës, dhe isha vetëm, kam shkuar shumë vonë, është një natë që s'do ta harroj asnjëherë. Atje ishte një grup nga Rumania, dhe unë nga që kisha vajtur vonë dhe ato kishin harruar për të më lënë vendin e dhomës dhe ato gjërat që lënë për të fjetur. Dhe unë gjithë natën ngela aty për jashtë në hall
Dhe mbasi lexova shkrimet e shenjta, e kisha gjetur një doktrinë e beslidhje, ishte anglisht, dhe të kisha filluar duke lexuar anglisht, u lodha për pak kohë dhe mora celularin. Kur mora celularin nuk më pëlqeu të lexoja ke celulari, nuk e di. Dhe u ngrita lëviza aty, ato hynin e dilnin ato tjerët dhe u bën kurioz që kjo dikush më përshëndeste, dikush shupon, nuk më tha në njëri që hajde fli ose kështu, po nesër. Dhe lëviza dhe gjeta doktrinë e beslidhjes në Shqip. Edhe ula lexova prap. Pastaj aty kam fjetur te holli gjithë natën. Nuk asnjë gjë nuk shumë mirë. Nesër mëngjes banja ishte aty afër, u ndrova, bëra një dush, u bëra gati, lexova, bëra lutjen dhe ishte shumë herë. Ishte ora 5 e mëngjesit dhe dola në tempull të shikoj truallin, se kisha parë, se ishte në orën 9 e darkës që vajta, pashin që kështu dritat, po për ta parë tamam, se kisha parë. Edhe fillova të heci për tempull dhe duke hekur, duke kënduar një him. Nuk e mbanon çfarë himni po këndoja. Dhe mbrapa meje dëgjoja hapa, po drita sa kishte zbardhur, e kupton? Dëgjoja hapa, unë hec, hapa mbas meje. Po tua kisha bërë gati rrotullimin e plot rreth e qark tempullit, me fjalë të shumtën e asaj rrugës e kisha bërë, dhe u bëra kurioze për të parë kush ishte mbrapa meje, që pse s'më flet me veten time. Edhe kështu me një çik kështu me marr për të parë, dhe në atë moment më hikën hapat. Ua, na i me thas çfarë e bërë. E tash vetes time, po çfarë mendove ti, kush do të ishte mbrapa teje? Kush mund të ishte përveç se Jezu Krishtit ose dikush shenjtor tjetër? Pastaj nesër u bashkova me ato motrat, edhe kjo që është shumë e rëndësishme për mua, më futën në një dhomë, nesër mëngjes kur erdhi ajo zonja recepcionit, edhe kur hyra ke ajo dhoma, ishin dy zonja. Njëra ishte e djegur komplet nga trupi, ndërsa tjetra kishte pësuar një paralizë. Për momentin u shtanga, po pastaj e mblodha veten dhe i kapaj në qafë të dyja dhe i përshëndeta. Anglisht, njëra ajo që ishte e paralizuar fliste anglisht, kurse ajo tjetra nuk dinte. Edhe ato u lumturuan se asnjë si kishte përqafuar. Dhe ato nuk më lëshuan për aq ditë sa ishin aty, ato nuk më lëshuan dhe nuk më ndan nga vetja. Edhe ekskursionet që bën me grupin, ato më morën me vete. Pra, një gest kaq i thjesht të hap dyer, të hap zemrën, të krijon miqësira. Nuk ka gjë më të mrekullueshme se sa të njohësh njerëz të rinj dhe të ndihmosh njerëz të rinj dhe ti kesh akoma miq. Është më vërtet edhe mbi të gjitha mendoj që edhe kur nuk di gjuhën, gjuha e dashurisë është universale, kështu ndonjëherë nuk ka nevojë. Gjëja tjetër që unë doja të të pyesja në lidhje me misionin është se jam e bindur që ty të shforcuar shumë dëshmia dhe besimin në mision. Ndoshta mund të flasësh kujtimisht pak me këtë, po gjëja kryesore që doja të dëgjoja nga ty është çfarë këshille do t'i jepi atij moshës tënde, njerëzve shqiptar, sidomos që pse duhet ata të shërbejnë një mision, pse është e rëndësishme dhe si mund të përgatiten për të shërbyer një mision. Për të përgatitur për një mision do punë. E para, duhet kesh besimin të patundur, të mos dyshosh për asnjë lloj gjëje. E dyta, ti je vetvetja. E treta, të përgatitesh, të kesh një dëshmi tamam, dëshmi të fortë. Për shembull, unë kam pasur shumë dëshmi, dhe kam shumë dëshmi. Ku ke një dëshmi, besimi është shumë i fortë. Dhe mbajtja në mision, vetiu pastaj përgatitesh, sepse kur i ke këto që besimin, beson tek Jezu Krishti dhe e di që ai është me ty, vajtja në mision pastaj do të hapi dyer dhe pragjet e qiellit hapin në të gjitha mënyrat dhe të ndihmon. Të ndihmon në atë gjë që ti s'e mendon kur se mund të ndihmoj. Ja, unë do të jap një rast kur isha në një mision në shkollën e së dielës
e kishim mësimin nga Bibla, dhe kisha shumë për qef Jeremin, duket se kishim, e kisha shumë për qef atë mësime, kisha mësuar, po nuk kisha guxim të ngriesha të flisja. Edhe më vuri re profesori që në jepte mësimin. Edhe mbasi bëri ca pyetje ai, mu drejtua, motra Selfa tha ke gjë për të thënë? Unë u skuqja e gjitha, unë grita në këmbë, edhe se qa më pyeti, që më ngacmoi, edhe fillova unë si bil. Unë s'mbaj mend asgjë se qa kam thënë. Por shpirti i nxori të gjitha ato që kisha unë për të thënë. Pra ato që unë i dija, pavarësisht nga unë nuk flisja tamam anglishtën, po shpirti i tha të gjitha ato mësimet. Dhe ai profesori tha, po pse rri kaq e heshtur, tha. Unë s'ka nevojë të flas më tani, mësimi u bë. Unë desha me thënë që jo unë, po merr dizor. Jo unë, tash kush është? Por shoqja misionit më mërzit dhe më tha, po ti tha, ku flet kaq mirë, pse nuk flet gjithmonë? I thashëm, po ti pse bësh kështu, si nuk flas? Unë nuk është se s'dua të flas, po aty ishte shpirti që ka folur, jo se fola unë. Pra unë e kisha përgatitur mësimin, po t'ishte shqip do kisha folur edhe më shumë. Por anglisht ishte shpirti që foli dhe edhe atë mësim. Pra gjithmonë vetëm përpiqu, vetëm unë ju kam thënë motra për shembull kur duan të shkojnë në tempull, se unë tempullin e kam shumë për zemër. Nuk mos shko ta blesh fustanin 100.000 lekë. Mund ta blesh edhe atje te Gabi. Ta lash, ta hekurosësh, është 100 herë sa 100.000 lekëshi. Mos shko të thuash jo po s'kam lekë për të shkuar, jo po s'm dalin këto. Vetëm ti vendos që dua të shkoj në tempull. Ama të vendosësh se je e bindur që ti do shkosh në tempull dhe të përgatitesh për në tempull. Jo po shkon në Rom, apo në Gjermani, apo në Zvicër ku kemi shkuar ne, po shkoj në tempull. Qofse ti do t'i thuash vetes, po shkoj në tempull, për të takuar Atin Qellor dhe Jezu Krishtin, të gjitha rrugët të hapen, edhe lekët të bëhen, edhe veshja të plotësohet, edhe rruga të shkon bar. Pra nuk ka gjë më të mrekullueshme se sa ti ta vendosësh për ta bërë diçka, ama ta vendosësh me bindje, pas një lloj më dyshje, pas një lloj hezitimi, dhe ju siguroj dhe ju dëshmoj që gjithçka shkon bar. Po dhe unë dëshmoj për këtë Naime, sepse ka të bëj shumë besimi në veprim, siç e the dhe ti vet. Në qoftë se ne besojmë që mund të bëjmë këto gjëra, Perëndia atëherë do ta bëj të mundur atë. Por fillon nga ne gjithçka, domethënë ne duhet të kemi një mendje të hapur, pozitive, dhe gjithmonë të kemi besim dhe shpresë që gjërat do të ndodhin ashtu si Zoti do. Kështu që faleminderit që ndava atë, sepse është një gjë shumë e rëndësishme për të theksuar që duhet të kemi besim të fortë te Perëndia që gjërat do bëhen sipas vullnetit të tij. Unë doja të dalesh tani në një temë tjetër. Ti na ke treguar që herët në jetën tënde ke bërë shkollimin në shkollën e mesme në Tiranë, në Politeknikun, si tornitore. Tani unë nuk do përpiqem ta shpjegoj këtë sepse se kam fare idenë çfarë është tornitore, por doja që ti të na shpjegoj me fjalët e tua çfarë është ky profesion. Kjo ka një çudi, ka diçka të lezetshme në këtë. Unë babai donte të më çonte të shkoja në bëja shkollën e mesme. Gjimnazin që maztafa që e kisha unë afër shtëpisë nuk kishte vende. Edhe ishte një çik më i preferuar, ishin nxënësit me familje më të larta. Dërsa gjimnazi tjetër ishte larg shtëpisë. Edhe kështu që unë ngela pa u regjistruar atë ditë në gjimnaz. Dhe ai që të mos më linte kështu, më çoi në një kurs, bëra një kurs për daktilografiste, edhe në të kohë dhe për rroba qepse, sa ajo më pëlqente më shumë, dhe ai e pa që më pëlqente më shumë ajo se rroba qepse dhe nuk më ngacmoi. Dhe mbasi kisha mbaruar ato kurset, ai vjen një ditë të bukur në shtëpi dhe me 2 fleta pune. Edhe më thotë, ke një për rroba qepse dhe një për mekanike. Zgjidh se ç'in do bësh. Ati pëlqente për rroba qepse. Unë u holla për pjetë mekanike. Ai ngeli, u shtank, tha, si mekanike? E diti ç'a do të thotë mekanike? Mekanike, i thash unë, ajo më pëlqen.
momentin unë ngeli, po tha ti ke bërë kurs për rroba qepse, tha unë prandaj dhe luftova për këtë për rroba qepse, sa të mekanike kishte marrë kollaj. Tash unë ajo më pëlqen. Mirë, tha, ajo të pëlqen ti e di, tha, ajo unë s'po të ngatëroj. Edhe fillova punë, isha 15 vjeç, isha e vogël. Fillova punë dhe isha me kohë të reduktuar, 6 orë punoja, dhe fillova si llamariniste atëre. Ishte një oficinë e vogël, sektori i ftofjes quhej, bëheshin to riparimet e makinave, edhe puna që bëja unë, bëheshin ato radiatorët, në qoftë se keqën mbajnë ujin, ato bëja ato fletët e radiatorit. I prisnim ato me një makineri metalprese, edhe pastaj i bënim me brima që rregulloheshin ato. Kjo është torno. A është e vështirë ta operosh të makinën, si ka qenë për ty? Jo, për mua nuk ka qenë fare e vështirë. Mbasi punova aty dhe mora direkt kategorinë e tretë si llamariniste, isha e vogël, isha e re. Po ishin disa gra që më kanë mbajtur shumë afër, për moshën që kisha, unë kisha shumë nevojë, në fakt, sepse oficina është më shumë e meshkull, dhe kishte djemë beqar, dhe ato më mbanin, nuk më linin, gjithmonë çdo aktivitet që bënin, çdo gjë që kishin dhe më mësonin gjithmonë tamam si fëmijën e tyre. Dhe ty në oficinë ku punoja unë, erdhi një torno e re. Edhe ishim 2 vajza ne që ishin të reja, ajo goca kishte ardhur pak më vonë, më mbrapa meje. Edhe na thanë që ju të dyja, ju kemi vendosur, duam që të mësoni tornon. Dhe në atë kohë unë regjistrova për në Politeknikum, dhe Politeknikumin e kam bërë natën, shkollë natë, me fjalë 3 herë në javë. Dhe ishte gjëja që mua sikur Zoti më kishte dhënë që unë të bëja atë punë, ta mësoja atë punë. Ishte shumë e thjeshtë për ta mësuar, mua më duk shumë e thjeshtë për ta bërë. Faktikisht si zanat është shumë i bukur, po do shumë përpjekje. Ustaj që kisha unë, ishte njeri shumë i mrekullueshëm, ishte njeri i rreptë për gjën e duhur, po ishte shumë i drejtë dhe shumë i dhëmsur. Ai mua më mësoi, puna e parë, e pa që unë kisha dëshirë për ta bërë atë punë, puna e parë është fikat. Se torno duhet të ketë fika, ka një vend që vendosen fikat, fikat për të punuar çelikun, fikat për të punuar gizën, fikat për të punuar bronzin, dhe fikat për të bërë fileto dhe fikat për të bërë punë të brendshme. Dhe ai mi mësoi këto. Ajo ishte gjëja e parë që ishte e domosdoshme dhe që unë mund të vazhdoja punën. Pastaj kur vajta në shkollë, vazhdoja shkollën, në të kohë dhe shkollën dhe punën ishte akoma më e lehtë, sepse në shkollë mësoja gjëra dhe më e mira dhe më ashtu ishte për mua që mësova skicat. Më pëlqente shumë dizinjimi dhe kur bënim skicat, aty ishte dhe ajo ishte gjëja, po të dije të lexoje skicën dhe profesori më vinte ka stile, më jepte një detaj dhe më thoshte që ta bëja skicën. Nëse unë do të dija ta bëja skicën dhe ta lexoja, atëherë ishte fitore dhe mund ta bëja atë punë. Dhe kur ai e pa që unë dija edhe ta bëja skicën, shumë herë edhe kam bërë gabime, shumë herë kam bërë dhe kështu, por që këmbulja ati dhe durimi ati dhe rreptësia ati mua më vuri në punë. Pra, në qoftë se mua më sillte, edhe tani, po tani nuk e kam atë shkatësinë, më sjell skicën dhe një copë metal, por çfarë ti do të bësh me atë skicë, unë kam përbërë që ta bëj. Torno është makinë metalprese, ka mandrinon, ku kapet detali, ka vendin që vendosen fikat, dhe kjo është nuk ka asgjë të vështirë, vetëm dëshira. Unë befasohem të them drejtën, që ti ke patur vullnetin e dëshirën që të bëje diçka që ndoshta nuk dukej si brenda kulturës, ndoshta të shikoje një vajzë të re që të shkonte dhe të punonte në makineri. E kam pasur një fotografi, po se gjitha të ku e kam fut, nga që kam lëviz brenda 2 muaj shpinë dhe...
Po, jo, më befason shumë kjo gjë, po bravo, domethënë, sepse në kohët e tanishme nuk besoj se këto profesione shikojnë me aq shumë Ja, vlerë. tash është shumë gjunaf që janë lënë këto profesione. Unë në fakt kam punuar një kohë të gjatë dhe i kam mësuar gjitha makineritë që kishim në oficinë, edhe frezën, edhe atë trapanin, edhe çfarë quaj ajo tjetra. Pa i kam mësuar gjitha makinat me fjalë, sepse më ka lidhur puna, për shembull mungonte ai frezës, edhe duhej i bërë një punë, isha detyruar ta bëja se kele puna pa bërë në anën tjetër. Kështu që ka qenë një mundësi. Po Zoti ka qenë me mua gjithë kohën. Patjetër. Jam e sigurt për këtë. Po, shumë e vërtet. Unë doja të pyesja gjithashtu Naime, sepse ti ke patur mundësinë që të jetoj edhe jashtë vendit për një pak kohë, ti ke zgjedhur të qëndrosh në Shqipëri dhe në kryeqytetin e Tiranës. A mund të na thuash pak a shumë që çfarë mendon ti për Shqipërinë? A beson se është një vend i bukur për të jetuar për moshën tuaj? Është e vërtet, faleminderit Zotit, më është dhënë mundësia, kam shëtitur shumë, kam parë shumë vende, kam parë dhe shumë kisha, po kishën tonë, kishën e Jezu Krishtit Shënëtore ditëve të mëvonshme nuk e krahasoj me asnjëra. Megjithëse kam shkuar në Amerikë në një kishë që më ka pëlqyer, por nuk e krahasoj me tonë. Jashtë shtetit ka mundësira të ndryshme, por çdo shtet ka shtetasit e vet. Dhe çdo shtet, atje ku lind, atje ke dhe gjinezën, atje dhe i rritesh, atje dhe mëson. Atje mëson gjuhën, atje mëson kulturën, atje mëson edukatën. Për shembull, mua për shembull Shqipëria më duket vendi më i bukur në botë. Kam parë vende të bukura, nuk them nga paraqitja jashtë ose kështu, po vendi më i bukur në botë se e para flet gjuhën tënde, e para përshëndet dikë që ke kohë që s'e ke takuar, ose dhe dikë që s'e njeh fare, e përshëndet. Unë e kam këtë, për shembull dal heci dhe unë i përshëndet gjithë njerëzit, pavarësisht se i njoh apo si njoh. Pra, për mua Shqipëria ka qenë e bukur, është bërë e bukur, është bërë e rrëmueshme, por prapë është Shqipëria. Është bërë dhe do bëhet. Për shembull, unë kam kujtime shumë të bukura nga fëmijëria, aty ku është Pallati i Kulturës, kanë qenë zejtaria, kanë qenë dyqane, këto dyqanet e vegjël, që ishin jo poçari, jo shica, jo, ka qenë dyqane të vogla. Që aty, dhe më tutje, deri te rruga e Kavajës në fund tek 21-shi, ka qenë e gjitha me trëndafila. Ka qenë e mrekullueshme. Aty ku është 15 kaçi, ka qenë një kishë ortodokse. Ka qenë një kishë e mrekullueshme, aq shumë e bukur sa nuk mund të gjej fjalë ta përshkruaj, sepse un kam hyrë në atë kishë. Kam pasur një komshie kur isha fëmijë, dhe ajo më merrte kur shkonte me vajzën, një vajzë kishte ajo, dhe ta merrte të dyjave, na kishte bërë dhe rroba të dyja njësoj dhe shkonim në atë kishë. Pra dhe atë kishë nuk e harroj asnjë, ishte shumë shumë e bukur. Aty ku është muzeumi tani, ka qenë komiteti ekzekutiv ose bashkia që është sot. Nuk është sot atje, po quhet tani bashki. Aty ku është Skënderbeu, ka qenë një lulishte shumë e bukur që ne frekuentonim, dhe aty kemi shumë fotografi të fëmijërisë kemi aty, për një maj, për shëtitje, kështu që bënim, dhe që nga Skënderbeu deri ke universiteti ka qenë kështu si bulevard që shëtisnin njerëzit në darkë në behar. Pra, ka qenë, këto janë të fëmijërisë, po Shqipëria ka evoluar, është bërë e bukur, më pëlqejnë shumë të rrugët që kanë bërë tani, është bërë shumë lehtësi, mund të lëvizësh kudo. Kudo që t'jesh, edhe në familje ka ngatresa dhe ka pengesa. Pra, po për një herë nuk bëhen gjërat, avash njerëzit duhet të kenë durim, duhet të kenë besim që të mund të bëhen gjërat që duhen bërë. Po, shumë vërtet. Unë doja tani që të flisnim pak për familjen.
bashkëshorti yt është ndarë nga jeta para 25 viteve, po jo. Jam e sigurt që kjo ka qenë shumë e vështirë për ty, sidomos duke pasur edhe fëmijë, po çfarë ka dhënë forcë që të ecje përpara pas këtij momenti të vështirë? Pas këtij momenti të vështirë, forca që më ka dhënë ishte kohë demokracie, ishte kohë e ndryshimeve. Vërtet ishte viti 2000, por i kisha fëmijët adoleshenta, dy të vegjëlit, njëri sa ishte liruar nga ushtria, tjetri ishte i vogël, tjetri po shkonte në universitet, edhe vajzat të dyja më kishin ikur në Greqi, edhe doja që t'i mbaja afër, që të bëja çmos që mos më merr në rrugë të keqe. Por aq sa unë mundesha dhe kisha mundësi. Mundohesha të gjeja mënyra të ndryshme që ata të mos largoheshin nga shtëpia, të gjeja mënyra të ndryshme që mos më merreshin më gjëra të këqija. Dhe nuk e di, po Zoti gjithmonë më ka dhënë forcë. Gjithmonë kam bashkëbiseduar me Zotin, jo më lut tani si lutem me bashkëbisedoj tani, po ashtu si më thoshte mua mendja. I vija kalamajt në gjumë dhe dilja aty në bot, të shkallët ngreja syt lart dhe flisja me Zotin. Unë kam bërë këtë, po si ta bëj këtë, po si ta bëj atë, po si ti them ti, po si ti them atij, dhe kjo më ka ndihmuar shumë. Faleminderit Zotit, tash edhe kanë zgjedhur rrugët e veta, është një çik e vështirë, po deri tani bereqaves. Na vlerë Zotit, falenderoj Zotin me gjithë shpirt që nuk kam pasur ndonjë gjë të keqe. Ti e ke thënë shumë e gjatë bashkëbisedimit që ke pas ndihmën e Zotit, që pa dyshim kjo e ka bërë më të lehtë, besoj. Po një gjë për një këshill ndoshta për ato vajza, gra që janë 20-30 vjeçare, ose vetes tënde, çfarë do t'i jepje një këshill, ndoshta që ta shijoje më shumë jetën? Unë për të shijuar jetën, këtë kohën që kam qenë antare e kishe, e kam shijuar jetën. Kjo kohë më ka bërë tamam na imja ajo që unë kam dashur t'jem. Ajo që unë kam dashur t'jem, jo se s'kam qenë, po kam qenë e egër, kam qenë e rrept, përgjigjesha, kur unë gatrohesha me njëri, përgjigjesha flak për flak, ndërsa këto kohë që janë bërë antare e kishe, janë bërë tamam ajo na ime që duhet t'isha. Jetën, për mua kjo ka qenë të kohë që unë kam qenë antare e kishe, jeta e vërtet dhe ashtu si duhet ta ketë çdo njeri. Sepse që të besosh në Zot, jo se s'kam besuar në Zot, kam besuar pra aq sa dija, aq sa mundesha, por që të besosh në Zot dhe t'i përkushtohesh, është tjetër gjë. Këshilla ime do t'jetë që jini vetvetja, jeni të drejtë, jeni të vërtet, kushto që t'jetë, çdo moshe që t'jetë, besoni në Zot. Besoni në Zot. Pavarësisht besimit që keni, po besoni në Zot. Besoni në Zot me gjithë shpirt. Besimi në Jezu Krisht t'i hap syt, mendjen, zemrën, shpirtin, gjithçka. Besimi në Jezu Krisht është vërtet drita dhe jeta, ashtu siç e kemi lexuar në shkrimet e shenjta. Është vërtet drita dhe jeta. Pra, i vetvetja dhe bëj më të mirën e mundshme tënde. Asnjëherë mos i merr gjërat që pse më tha ky kështu, ose pse bëri ashtu, ose nuk e di sa pse mund të kesh, por i vetvetja, bëj atë më të mirën që ti mundesh të bësh. Mos u krahaso me asnjëri. I vetja jote për të bërë të mirën, për të bërë atë që ti mund të bësh. Nuk e bëre sot, përpiqu që nesër ta bësh më mirë, pas nesër më mirë, derisa të arrish të bësh atë më të mirën e mundshme. Shumë këshilla të mira, shumë faleminderit. Unë doja të di tani për kohën tënde të lirë, çfarë hobi, çfarë pasionesh, çfarë talentesh ke ti? Na trego pak. Unë kam hobi shumë. Më pëlqen të qëndis, më pëlqen të punoj me grep, më pëlqen të punoj me shtiza, më pëlqen të flas me lulet atje për jashta, ti vadis, ti fshi plurat, më pëlqen shumë, kaloj goxha kohë me lulet,
Më pëlqen të gatuaj, të bëj diçka që fëmijëve ju pëlqen, sipas mundësive sigurisht, se nuk është se kemi shumë. Ja do të tregoj diçka që sapo e kam mbaruar. Sa e bukur. Ja dhe diçka që sapo i kam mbaruar. Shumë bukra. Këto i kam veshur për të i kam mbaruar. Ja dhe diçka tjetër që sa e kam mbaruar. Duhet të bëjmë një porosi me sa duket, pas ke shumë gjëra të bukura. Kam punuar deri vonë, kalamajt me këto i kam rritur, them drejtën me punëtore. Bëja punën ditën, në punën e shtetit, i bëja kur i vija kalamajt në gjumë, ula bëja punëtore që të merja lekët nesër të mund t'i ushqeja. Megjithatë, faleminderit Zotit se më ka dhënë durimin, mundësinë, kam qëndisur portretin e Jezu Krishtit, kam bërë disa dhurata me portretin e Jezu Krishtit, e kisha nisur një, më ka ngelur për gjysmën, por nuk e gjeta ku e kam futur, se dati kisha që t'ja u tregoja. Megjithatë, e kam një këtu që t'ja u tregoj. Oh, wow, shumë e bukur. Sa kohë të desh për ta përfunduar atë? Kjo do pak kohë, sepse janë ngjyrat pothuaj të përbashkëta, të afërta me njëra tjetrën. Nuk e kam matur me kohë, për shembull e kam punuar kështu avash me qetësi, nuk e kam bërë me kohë që ta mbaroj shpejt. Nuk e kam matur për sa kohë. Po që është gjë e bukur. Me thënë të drejtën, kjo kam një dëshmi shumë të bukur, sepse kur mora atë letër kështu e bardhë me ca shenja të kuqe, si mund ta bëj unë këtë? Është portreti Jezu Krishtit, i thosha vetes time, si do ta bëj? Si është e mundur që ta bëj? Edhe pastaj ti thash vetes time, po ti filloje. Filloje me besimin që do ta bësh. Nuk ka gjë më të bukur të shohësh Jezu Krishtin dali nga dora jote. Edhe me të vërtetë që doli ajo e para që bëra, doli shumë e bukur. Jo të tjera s'kan dalë bukura, po ajo sigur kishte shpirtin brenda, edhe ja durova shoqes misionit ata. Ja bëra dhurata asaj, ajo nuk dinte çfarë më thoshte. Pra, edhe këtë këngur dhe beso ka ajo që do bësh, mos dysho, asnjëherë mos dysho, se gjithçka. Që ke bekuar me shumë talente, më pëlqen shumë, sidomos portreti në fund ishte shumë i bukur. Lumshin duart. Po gjë tjetër, ndoshta gatimin, atë pëlqen, çfarë të pëlqen gatuash për familjarët? Ke ndonjë ushqim që ke me shumë qejf ta përgatisësh apo e preferon shumë familjen tënde? Ja, këtu jam në mision, kemi marrë misionarët për drek, kishim dhe një djalë që kishim bërë gati si djalin ton nga këta të refugjatët që ishin në Greqi, misioni ku ishim ne. Edhe unë fakt gatuaj gjitha gjërat. Tashi kanë hyrë shumë gjëra, por këta fëmijët e mi kur vinë, sidomos ta që vinë nga jashtë edhe oma, s'na ke bërë një byrek me qepe me domate. Oma, po atë më si e kishte emrin, ky i vogli për qenë atë tap me kosit. Ama atë si e kishte emrin tot. Po qa ka ajo, më thu një gjë, i them, qa ka ajo, pa shumë kos, ku di unë mish qashtë, edhe ta kosi. Ajo është me preferuara që pëlqejnë më shumë edhe qofte. Edhe byrekët, s'diskutohen. Unë mundohem që t'ju bëj kështu se hana ndej edhe thajmë unë mi ka ndryshu, po jo, ato dun ato që kanë ovë ku kanë qenë vegjël. Gatimi nga dora nënës është i pakrahasueshëm me asnjë gatim tjetër. Edhe shumë bekuar familjarët e tu që ti ditë gatuash kaq mirë dhe që ja bën gjithmonë ato specialitetet që të kërkojnë. Shumë mirë. Unë po shikoj atë foton edhe vërtet duke shumë e shijshme ushqimi, edhe duhet të kuptosh diçka na ime, edhe pse jetojmë jashtë vendit edhe ka ushqime të ndryshme, nuk ka si ushqimi tipik shqiptar, edhe prandaj edhe ne na merr malli shumë për të, kështu që e di se kur isha në Amerikë tek motra,
më bëjnë të një 6 muaj aty ke motra në Amerikë, edhe më thoshte motra, mos bë nga këto gjëra këtu që ato t'joti për të shoqin, ato që kemi bë ke shtëpia. I thashon, po unë ta ke mirë me jotin se ty të ka motër, ma te zi e mu. I të thashte mu se joti ka për të hongër të gjere, s'ka për të thonë as i gjopa, ato bëj ti. Po, jo, vërtet, është gjë shumë e bukur. Unë doja të pyesja gjithashtu sepse duke parë se ti ke shumë talente, ke bërë shumë gjëra të bukura, por gjithashtu ti ke jetuar në pjesën më të vështirë të jetës, i konsiderohet si pjesa e diktaturës. Tani unë dhe Nida nuk është se kemi shumë njohuri për këtë, apo na mbat mend, kemi qenë ndoshta shumë të vegjël, por çfarë mund të na thuash ti për kohën atëherë dhe kohën tani? Çfarë ndryshimesh ke parë? Koha e diktaturës ishte diçka që nuk mund të bëje atë që kishe dëshirë të bëje, po të bëje atë që t'impononin për të bërë. Për shembull, kur kam filluar unë punë si tornitore, shumë njerëz u treguan skeptik që kjo gocë e re nuk mund ta bëj, nuk mund ta mësoj, por dëshira ime që më pëlqente vërtet që ta bëja si punë dhe këngulja e ustajit që unë kisha, që unë arrita ta bëja atë. Diktatura kishte këtë se shumë gjëra bëheshin fshehura aty. Shumë gjëra bëheshin, për shembull, në familjen time ne donim bënim një festë për Bajram, po babain e kisha komunist edhe do t'i bënim gjërat gati pa i thënë atij, pra brenda familjes. Ndërsa koha e demokracisë është të liri, pavarësisht se shumë njerëz kanë zgjedhur gjëra të gabuara, po kur zgjedh atë që është më e mira, është liria e zgjedhjes është shumë domethënëse. Bën atë që ke dëshirë, bën atë që është më e mirë, mund të lëvizësh, mund të shkosh kudo. Je i lirë mbi të gjithë, je i lirë për gjithçka. Pavarësisht se çfarë zgjedh, por kur zgjedh mirën gjithmonë është mirë. Edhe ka shumë ndryshime, ka shumë krahasime, më përpara do rrinim në rradh, merrnim një shishe qumësh, ose të merrnim 1 kile mish, ose ka qenë shumë e vështirë, një periudhë ka qenë shumë e vështirë për ushqimet, sidomos unë e kam vuajtur shumë atë, se ku ke dhe fëmijë shumë, do të lije diçka tjetër që të merrje diçka që të mund të plotësojë fëmijët. Ndërsa tani shiqë Zotit ka çdo gjë dhe në çdo kohë. Po, shumë e vërtetë, është ajo, si thua, vlerësimi i gjërave që ne kemi tani, sepse unë nuk imagjinoj dot, siç thash, nuk është se kemi jetuar në atë periudhë, por besoj se ka qenë tepër e vështirë për ju, edhe për ne ndoshta duhet jemi më shumë njohës që kemi këto gjërat e lirisë, gjërat e bukura të jetës, po të mos i marrim këto, si thua, për duhet i marrim për zemër, po. Është e vërtetë se për shembull unë nganjëherë menueset ju luten kalamare, ju shtunë shumë nga mbrapa, jo po t'i japi këtë, jo po t'i po i them po bëj me një tas me tërhana. Edhe shiku nuk e ha, po t'i bëja me gocë e them unë. Po nuk e ha, e di unë që nuk e ha. Ja bëj unë, për shembull, hajde bëj dhe unë sikur ha me atë, e ha në pjatën kalamani, me i them unë e hëngri apo se hëngri. Pra, edhe i them, duke i dënë të kështu ka mbrapa nuk e mëson, përkundrazi e bën tek kanjos, po jepi atë që i ha vetë do të bëhet më i mirë. Edhe me sa kam dëgjuar unë atë kohë nuk është se kishe opsione apo zgjedhje, do haje atë që do të sillnin ose s'kishte gjë tjetër. S'kishe mundësi për gjërat e tjera, ajo ishte vetëm për të. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Me që jemi drejt fundit, unë kam një pyetje tjetër për të bërë ty, Naime. Ti ke patur eksperiencën e frekuentuarit kisha të ndryshme, si ajo e besimit Bektashi, për shembull, çfarë mendon ti që e veçanton kishën ton për të besuar si kisha e rivendosur e Jezu Krishtit me autoritetin e priftërisë? Kisha jonë është, unë e kam marrë të dëshmi që është kisha e vërtet, dhe kisha e ka vetë emrin, kisha e Jezu Krishtit, e shenjtorëve të ditëve të mëdhunshme. Kisha jonë është shumë e thjeshtë, nuk ka nevojë të ndezësh qëri, nuk ka nevojë të ulesh në për ato ikona, në për ato çfarë kanë, ose bektashizmi ka ca varre. Kisha jonë është drejt për drejt,
fjalë e Zotit, kisha jon ka të qetësinë që hyn brenda, ndihet ajo e shpirtit. Unë për veten time kam shumë dëshmi dhe nuk do ta ndrroja me asnjë gjë. Unë kam vajtur në një kishë në Amerikë, në Filadelfia, atje ishin në shumë gjuhë, mblidheshin në shumë gjuhë, ishin në greqisht, në italisht, në shqip, vajta unë bullgarisht dhe rusisht. Dhe një të diele bënin kështu, ose gjysëm njërën gjuhë, ose atë gjuhë që ishin më të përbashkëta. Dhe por në asnjë kishë nuk e kam ndjerë atë që kam ndjerë në kishën ku jam. Pra në këtë kishë, në kishën e Jezu Krishtit shëqentorëve të mëdhenshme, unë kam gjetur të vërtetën, kam ndjerë fuqinë e shpirtit që nuk e kam ndjerë kurrë më përpara. Jemi shumë të lumtur për këtë dhe duket që Ungjilli i Jezu Krishtit ka një vend shumë të madh në jetën tënde, në zemrën tënde. Do doja të dija çfarë këshille ke për ndoshta moshën tënde që ata të jenë të fortë në besim dhe mos rreshin se shërbyrin kishë dhe ndoshta se kam përshtypjen që nga që keni shërbyer shumë, keni punuar që të vegjël edhe ndonjëherë e meritoni fundit që të shihoni pensionin edhe ndoshta të rini. Çfarë do t'i thoshe që mos mendojnë kështu që janë lodhur dhe meritojnë të pushojnë tani, por që duhet të vazhdojnë të shërbejnë? Kur je në mision, kur je në pension, je më i lirë për ta frekuentuar kishën dhe është gjëja më e mirë që të frekuentosh kishën, sepse ndihesh gjallë, ndihesh lëviz, takon njerëz të rinj, mëson gjëra të reja, mëson për ungjillin, nuk ke pse të rish të jenë pension. Çdo gjë ka kohë, për çdo gjë mund të bësh, por bëj më të mirën. Shumë vërtet. Kemi arritur në fund tani, unë do të bëj pyetjen që i bëjmë çdo të ftuarit. Naime, çfarë do të thotë për ty që ti jesh një shenjtore e ditëve të mëvonshme? Që ti jesh një shenjtore e ditëve të mëvonshme është një nder për mua, është për gjithë ato dëshmi dhe gjithë ato bekime që kam marrë, pavarësisht nga sfidat e problemet që kam, të kesh frymën e shenjtë me vete dhe të mund t'ja u japësh, t'ja u thuash të tjerëve gjithçka që ti di. Pra, ti jesh një shenjtor i ditëve të mëvonshme, të mund të dëshmosh me gjithë forcën e shpirtit për Jezu Krishtin. Edhe synimi im ky është që kur të lë këtë jetë, ke mundësi ta përqafoj Jezu Krishtin. Jam e sigurt që kështu do jetë. Shumë faleminderit për dëshminë tënde. Ishte kënaqësi vërtet që të kishim këtu. Për mua është privilegj që të kam në jetën time dhe shumë njerëz kanë në jetën e tyre që me dashurinë tënde që u fal, me shërbimin që u bën. Vazhdo kështu dhe na jep shembullin tënd. Faleminderit. Faleminderit dhe juve që më përsjellët. Ju dua shumë. Shumë faleminderit për fjalët e tua Naime, ka qenë vërtet një kënaqësi dhe unë të përgëzoj për besimin që ti ke, për talentet e shumta që ti i vendos në veprim dhe gjithashtu për shembullin që ti je për bashkëmoshatarët e tu, për vullnetin që ti ke për të shërbyer, për të bërë gjëra të mira edhe për të qenë aty afër kishës edhe afër Ungjillit të Jezu Krishtit. Unë e vlerësoj shumë dhe faleminderit për gjithçka që ti bën. Faleminderit dhe juve. Ju falenderoj dhe unë për punën që ju po bëni. Jeni të mrekullueshëm. Ju uroj bekime pafund. Falenderoj edhe një herë të ftuarin ton Naime Selfo dhe ju miq të dashur që ndoqët këtë episod në 54 të podcastit Shenjtorët e Shqipërisë. Falenderojmë gjithashtu dhe skuadrën ton për mbështetjen në realizimin e këtij episodi. Nëse ju doni të merrni pjesë në këtë podcast, na dërgoni një mesazh në rrjetin ton social, por gjithashtu dhe në emailin ton sheshpodcast24@gmail.com. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe miru takoshim javën tjetër me një të ftuar të ri. Mirupafshim. Mirupafshim.